Kurtish Efendi, tash e përmendet diasporën që është njëra prej shtyllave tona që na mban edhe në aspektin e solidaritetit, por edhe të popullit në përgjithësi, një grupeçar për me i dërgu 50 euro, 100 euro, në shoqatën Bereqetit çka duhet me bë, si duhet me ra në kontakt, apo si është rruga më e lehtë që duhet me kontribu ai në vendlinjën e tij apo në vendin pavarësisht është prej Prizreni apo prej ndonjë qyteti tjetër. Po tash duke u falëndëru, po themi edhe zhvillimi i teknologjisë, do thotë janë lehtësu gjanat, kështu që do thotë është shumë lehtë, do thotë përmes kampanjës neve veç është bë publike edhe gjerologaria, do thotë ku deponon mjetet apo munden me deponu edhe në gjerologarinë e Këshillit të supozojmë Bashkisë Islame në Prizren, duke e theksuar sofra e Ramazanit 2026 dhe automatikisht që janë apo ndihma për Ramazan dhe automatikisht këto mjetet do thotë kalojnë në themin fondin e shoqatës Bereqeti, e cila do thotë i merr dhe i tërheq dhe i bën pak